Ju keni vlorën sot? Po sulmon. Deti tregti. Tani. Priam ju gëzua kur e ne ata në atë mënyrë, unë ma përkthesh me grek. Kur vjen për shkak Kush më thë diçka. Përshëndetje të gjithëve, siç tha edhe me Vila, ne do prezantojmë sot pjesën e modelit të Lor Byron, por njëkohësisht edhe modele të tjera. Pse Lor Byron dhe pse vendos Lor Byron? Sepse është një model shumë i suksesshëm në gjithë pjesën jugore të vendit, dhe flas gjithmonë për biznesin e zanave apo dikush tjetër, por mos harrojmë që ka shumë biznese të cilat kanë marrë shumë ndihmë nga shteti, dhe ka biznese të cilat kanë nesër vetë. Dhe se unë nuk jam atë shembullin që gjithçka pranohet. Kështu që duhet ne të apërçojmë pak mesazhin e disa degave që nuk e kanë njohurinë e duhur. Guest House, agriturizëm, Lor Byron. Atyre 2 ditëve, unë mendoj se gjithë ata që morën pjesë, ne e pamë bërisë me një sy tjetër. Dhe rrethinët mund ta kombinosh sepse është për njerëz që se kanë para si njerëz Shqipërinë, donin diçka edhe më shumë. Thoshim shtëpia është e jona dhe mikut dhe e Zotit. Okej? Këto janë koprat e selvive, unë i bëj krem. Pra krem për trupin dhe kjo është një anticelulit dhe antirudh shumë i mirë. Këto produktet e para. Por ndoshta deri në fund të majit kjo do pestishohet. Janë veshje të buara me dorë, janë të qëndisura me fjari. Cikra, faci punë sa më shumë. Faleminderit dhe ju që ishit edhe ju arsa në bujtina tuaja të shef. Uroj shumë suksese. Faleminderit.